Klarineta është tuaja personale? E personale. Dgjoj. Dje ka mbajtur një fjalim të rëndësishëm kryeministri i Shqipërisë zoti Fatos Nano, dhe thot për zhdukjen e varfërisë do të përdori të gjitha instrumentat. Tani vetëm instrumentat që janë këtu në Shqipëri janë instrumentat tuaja të Akademisë së Arteve, ato do i mbledhin. Ç'mendim ke? Do japësh ti? Nëse është kjo punë Është vendim qeverie, është vendim qeverie, natyrisht. Pavarësisht unë, meqense se jam student i kësaj akademie, pasi që jam nga Kosova, mirë po, siç bëjnë shokët edhe unë do jem. Siç bëjnë shokët, atëherë edhe do japësh. Edhe unë jam dakord. Ti do japësh për Shqipërinë apo për Kosovën, veglën tënde? Për të dyja palët. Për kë instrumenta ta ketë fjalën? Ndoshta në përgjithësi. Për këto instrumentat tuaja, për violinë, për trombë, për gjitha këto. Do i përdori, do i marri këto, se do i përdori për zbutjen e varfërisë. Brenda 10 vite nuk do ketë më të varfër. Tani, si mendon ti kryeministri, kujt vegla mund t'i bjerë më mirë? Ndoshta kë ka preferenca ai më shumë. Si mendoni juve, si studente? S'di ç'të them se. Juve do e jepni veglën tuaj? Bet fjalë për atë dhe unë, Po, marrë vesh. Po, nëse është e nevojshme, po, patjetër. Dje ka mbajtur një konferencë kryeministri jon Fatos Nano dhe midis tjerëve ka thënë që për zbutjen e varfërisë në Shqipëri do të përdori të gjitha instrumentat. Të vetëm instrumenta që di unë janë vetëm këto të Akademisë së Arteve, të Teatrit të Operës dhe Baletit. Është e vërtetë që ajo që ka thënë kryeministri në një farë mënyre është shumë e mirë, edhe shumë e dobishme për shoqërinë. Por besoj që varfëria këtu tek ne asnjëherë nuk do. Po do marrë instrumenta tuaja tha, dhe me ato do ta zhdukej. Atëherë neve të gjitha këto instrumentat atëherë të bëjmë muzikë për të. Nuk do bëhet muzikë më, jo. Edhe një stop. Nuk është, nuk është qëllimi i muzikës më i artit. Është varfëria. Varfëria që do marri të gjitha këto instrumente. Do marri këto vegla, nuk e di si do i përdori, do i shesi, do t'i bjerë ai, të iki varfëria, nuk e di. Po brenda 10 vjetëve do të zhduket varfëria tek ne. Edhe tani pyetja ku është? Ku qëndron? Ç'mendim ke ti për këtë? Do japësh veglën tënde ti? Qeverisë? Po përderisa e do për të humbur varfërinë, ta marri veglën edhe të bësh të doj. Me gjithë bukim? Po me gjithë bukim patjetër. Juve do jepni instrumentin tuaj? Qeverisë? Unë ja jap me gjithë qef, vetëm bëj. Me gjithë tela rezervë çat kesh? Po ja. Vetëm rregulloj ato që ka. Vërtet. Papunësia, gjendja e vështirë. Kujt ja beson ti violinën në qeveri? Kujt do japësh ti violinën që ti bjerë? Kush mund t'i bjerë më mirë aty tek ne? Në qeverinë që kemi sot. Kujt ministri është, zvendës ministri? Edi Rama. Kështu thot gazeta që ai do përdor gjithë instrumentat. Dhe brenda 10 vjetëve, e shumta 15 nuk do të ketë më të varfër në Shqipëri. Po. Juve do ja jepni ti instrumentin tuaj? Po, mund t'i jepja. Do i binte ai, do ta ekzekutonte? Nuk e di. Din ndonjë pjesë që luhet për varfërinë? Dim që ka natë magjike, ka... Është një fshatar i varfër. Për një 10 vjet nuk do përdoren me instrumentat. Pse? Po për varfërinë pra, a themi jemi të varfër. Ai do përdor gjithë instrumentat të heqë këto. Do t'i marrë të dyja këto klarinetat. Pipizane, çfarë keni ju nga këto, me kavllëm, bëhen këto, të gjitha do i përdora, gjithë instrumentat. Ti kë mendon se do përdora ai vegël më shumë për të hequr varfërinë? Po i jam varet, çfarë muzikë mund të përdor. Ju do ja jepni të? Kështu të jap. Po do e marrë si për varfërinë pa, për të shpëtuar kombi. Ose klarinetin më dash shpëtoj kombin e ditë. Po kështu thot ajo valla, ku dëgjoj? Ti nuk ja jep. Është imi. Nuk ja jep. Është imi, nuk është e shkollës. Po pavarësisht është e juaj personale apo jo. Është një gjë që ta kërkon atë dheur bu. Se kërkon gjë tjetër. Ushtar nuk do shkoni? Po mirë më hapni për të dhënë çfarë flatë. Me gjithë kallama. Me gjithë kallama, sa kallama. Çfarë melodie mund ti këndoje ti Fatos Nanos me ose qeverisë? Çfarë do dush? Për të hequr varfërinë. Merr një melodi tani ta dëgjojmë çik. Çfarë melodi? Nuk e di, çfarë dush ti, një me të qar, një me të qeshur, ku i jep.
Si u duken këto veprime të qeverisë? Të lutem. Këto veprime të qeverisë si u duken për mbledhjen e instrumentave të Akademisë së Arteve? Tani me thënë drejtën nuk e kam dëgjuar, domethënë nuk e di se çfarë mendimi t'jap. Si nuk e ke Nuk e dëgjuar? kam dëgjuar. Urdhro gazetën lexoje. Po gazeta ndonjëherë domethënë mund bëjnë edhe gabime Si gjatë ndonjëherë? shtypjes. Ju talleni me median tani? Tallemi ne me ju? Absolutisht. Asnjëherë nuk tallem me ju. Jo, dakord jam Ju talleni këtu me një ne. lajm, domethënë një lajm mund dalin në shumë lloj variante. Jo moj, dalin shumë variante për ty. Si do dalin shumë variante? Shiko, Ato çdo ti- gazete ka një titull të ndryshëm, domethënë që Po ç'kemë titull ti mos kundërshtojnë me njëra me tjetrën. përmbajtjen mbaj. Përmbajtjen. Si do ja bëjmë? Të dalim nga varfëria për 10 vjet do zhdukem varfëria. Varfëria. Me këto instrumentet e Akademisë Arteve. Të gjithë domethënë të pasur nuk ka pikën e kuptimit ashtu atëre. Pak Ja, më shumë mendoj unë. do t'i them atij profesor Nanosit, tu ketë parasysh me këto mendime që keni. Bravo u qoftë. Ju jeni për kapitalizëm modern. Çfarë viti jeni? O zot suksese. Në qoftë se këtë Do vinë studentët e Zoti ju. Fatos Nano e bën për Për varfërinë e bën vetëm për ne, vetëm për varfërinë, ne. atëherë më duket shumë e drejtë, duhet përdorur çdo instrument që varfëria tulet në Edhe ju jeni pro me Fatos. Ç'lidhje ka këto varfëria me Urdhra? Ç'lidhje ka varfëria me instrumentat? Po më pyeti? Po. Po i ku pyet kryeministri që ka thënë? Jo, ti që më drejton këtë pyetje. Unë lexova gazetën dhe Ku është gazeta? Na tregon më fis. Mirë. Na tregon Jam fis. jagu e Një kenaj, sekond, jam një jagu. sekond. Të lutem. Dëgjoj këtë ç'është. Ha. Nano Shive ka Ljo, deklaruar lexoj që duhet përdoren të gjitha instrumentet për reduktimin e varfërisë dhe përfshirjen A shuka deklaruar. Po instrumentat frymore. Gazetën ta instrumentat. Apo Fatos Nano. Instrumentat Me gjithë bashkë. frymore janë ose. Ha? Instrumentat frymore të Akademisë së Arteve duhet përdorur për uljen e varfërisë, olla shumë mirë e ka ai. Duhen përdorur. Mos qeshti. Po nuk ka lidhje, duhet luftuar me çdo lloj Ka armi lidhje që apo kemi s'ka mundsi. lidhje? Ka lidhje apo jo? Si s'ka lidhje, mos pas ka lidhje. Ju keni lut mendshëm? Mos ti s'ka lidhje ti tash se mund nxjerrë edhe si mos. Okej. Ato të instrumenta. Po. Edhe këta këtu nuk përdorin instrumenta, çfarë përdorin këta? Apo def këta, def me korrent, çfarë përdorin këta? Po ndoshta nuk e ka fare për Me gjithë instrumentat bukina, me që gjithë kallama përdoren kanë, çka do i marri? Merr qeveria. Oj, tallemi këtu ne. Unë pjesë nuk e kuptoj domethënë ç'lidhje ka. Kjo është përgjigje e saktë. Unë nuk e kuptoj. Nuk e si ta kuptosh. Ne që jemi te Akademia e Arteve e kuptojmë këtë lëvizje që kërkon të bëj kryeministri. Ti do e japësh gjithë kutinë tënde, gjithë violinën. Do ishte e vështirë për mua sepse ajo është jeta ime, kështu që. Kush po pyet për jetën tënde? Ne themi të shpëtojmë Shqipërinë ore. Pas 10 vjetëve kur të jetë zhdukur varfëria, do ja u jap prap veglat ai. S'besoj. Do ja u marr veglat dhe do ja u bër prap veglat. Nuk mendoj se do të qeverim pas 10 vjetësh, kështu që nuk e besoj këtë Kaq gjë. pesimist je ti për këtë qeveri? Po tash është një lloj ligji i pashkruar që duhet bërë një lloj rotacioni qeverive, kështu që. Rotacion zezare. Ti do japësh violinën tënde po apo jo tash ti lere Ja. ti. Jo. Mund të jepja Ti diçka do të tjetër keqen që. Shqipërisë, ti do të keqen Shqipërisë. Jo, nuk i dua të keqen Shqipërisë, po mund ta ndihmoj edhe tjetër. Qoftë duke me të ardhurat e koncerteve të mia mund të Na çmendë me i koncerte. bëj jashtë, nuk i bëj këtu në Shqipëri, i bëj jashtë. Ja kush do vi të shikoj ty? Të huajt. Se s'vin njeri. Vin, Kam vin. biseduar unë. Vin. Pa ai do i bëj orkestrën me qeveritarët edhe do vej ta japi vetë koncertin jashtë. Se do bëj të veçantën, e kupton ti sepse asnjë ka orkestrë simfonike, filharmonike, ka banda që mund të ketë kështu. Po bandë qeveritare nuk ka asnjë shtet. Do I binte i shkreti ky çaj quajnë këtë nga Vlora? Bill Clintoni, i binte saksit. Po. Kurse qeveritarët tanë do i bien gjitha veglave. Të gjitha. Edhe veglës tënde. Jemi sikur përpara sa Amerikanit. Kam 3 instrumenta, Cilat? 2 tastiera dhe një fisharmoni. Po. Tani. Fjalimin e profesor Nano se dëgjuat mbrëm. Pak a që- shumë. Po, pak a shumë. Që thoshte unë do përdor të gjitha instrumentat për të ulur varfërinë. Ju do ja jepni instrumentat tuaja? Të treja ato që kemi. Por instrumenta ka shumë në kuptime. Rasesht për instrumenta muzikor, Për ato është. E pyeta unë sot në mëngjes, për ato më tham. tha, ë? Më tha, për ato. Nuk e besoj që t'jepja instrumentin tim. Do jepja, Instrumentat. po pra, sikur edhe një nga ato që do bëhet fjalë, nuk mund të ato t'ja jepja. Po. Nuk ja jep qeveristi Abdeut? Qeverisë jo, për ato mund të kontribuoja në një mënyrë tjetër. Vetëm ju vlonjatë doni të kontribuoni të jepni koncert edhe si ai tjetrin përpara. Koncerte jo, nuk bëhet fjalë. Dasma do bëjmë pa muzikë tani këtu ti, vetëm Pa me muzikë, live, kuptohet. live. Ose mund të këndoni kështu lap që do veni ju nga Vlora të këndoni.
s'ka të drejtë, qysh, se unë s'po të kuptoj tash. As unë s'po të kuptoj ty, unë po ta shpjegoj shumë mirë. Po. Që ai do mbledhi instrumentat e S'kam studentëve. instrumente, vlla. Unë jam për dram, unë punoj me gojë. Me gojë. Me gojë do punosh, gjithë jetën po. Është fjala atyre që do marrin instrumentin, Po. do t'i sjell në klasën tuaj, në kursin tuaj. Ata studentë do bëni më shumë shokë e shoqe. Ato që sa varin ty tani në rrugë, ato femrat, do vinë te tyja. E po mish, atëherë më bëhet qefi se do kem shansin, do me thënë që ato i s'ma kanë varur rrugë, do t'i kem mund tash i gjatë, afer do me Apo thënë. do i ke se do ueq një instrumentin aty. Po, normale. Atëre, ka instrumentat me të cilët merren inxhinierët, ka instrumentat me të cilët merret Akademia e Arteve, ka instrumenta qeveritare, ka instrumentat Si janë këto instrumenta rendit. Instrumenta qeveritar si janë? Të lutem, Edhe unë ju lutem, mi thonë. për çfarë instrumentash? Çfarë instrumenta kanë qeveritarësit? Po të kishin instrumenta, s'do kërkon instrumenta tjera ata. Për shembull, kur njerëzit bëhen shumë të bezdisshëm, ka instrumenta që vjen në ndonjë xhaxhi policë dhe ka të shkopin e gjatë për gome. E të futet ku të dhëmbe ku të djeg, ku të dhëmbe ku të djeg, ku të dhëmbe ku të djeg. Ke të drejtë të mërzitesh? Dhe unë me ty jam solidarizohem. Me instrumentat e... Kjo është punë private, kjo është punë private, kjo është si të vijajtë. Jo, shkolla s'është Instrumenti, ky e ka blerë. Shkolla është tetërore. Këtu gabojnë, janë dy gjëra krejt kundër. Po, instrumenti, Si mund të jesh ti në ka shkollë? falë instrumenti? Dgjoj, në shkollë shtetërore ti me je me instrument privat. Po, Pra ka një tani atë instrumenti privat, kush ka financuar që e ka blerë atë instrumenti privat? s'ka rëndësi kush e ka blerë. Po, si do ma mash mua ti, është njësoj si të unë të vete në popull, edhe të marri makinën tënde. Baba yt mori borxh dhe bleu instrument për ty. Po, Që të vesh ti në shkollë. Po. Tani ky do i mbledh këto instrumentat. po. Dhe do t'i kthej pas 10 vjetësh, do vish prapë në shkollë ti. Do t'i jap edhe një vegë tjetër që fakt. pas 10 vjeç do Do t'i jap dy instrumenta. Kush ta? Pra, ashtu si kthe dhe paret e popullit, do kthe dhe instrumentat njerëzve? Mos nga tro parat tati, në Po flasim për kështu se instrumenta. kjo është një histori. Piramid kjo s'është piramid. Ku e bazon ti që nuk është piramid? Po di ku e bazon ti që është piramid, hajde. Ku e bazon ti që nuk është piramid? Po di ku e bazon ti që është piramid, hajde. Ku e bazon ti që nuk është piramid? Po di ku e bazon ti që është piramid, hajde. Unë se jap timi për vete. Se jep ti? Ti e ke bler, apo ta kanë falë? E kam bler. Sa e ke bler? Po të shënë si ka Jo, më thon një shumë të brapë. 800.000 lira ata. 800.000 lireta. Po ja kërkon atë dheu këtë dhe ju se jepni? Jo. Se jap. Ja, të shmush koka ty se jep. O, nuk e jap. Dgjoj, do jap një punë qeverisë kështu. E po. Na zduri. Nuk e jep. Jo. A, e shkreta qeveri me juve. Ato thuaj. Sa vjeç jeti? Unë jam 15. I thuaj ati shokut kur do bëhet 25 vjeç nuk dohet më i varfër, dohet i pasur. Sepse çdo bëhet, do përdori të gjithë instrumentat. Keni instrumenta në shkollë? Kemi. Të gjithë ato do i përdor qeveria. Nuk do i përdorni më ju. Po qeveria nuk ka të profesion që siç kemi ne. Jo, ka thënë kryeministri mos u tallti tani. Do përdori gjithë instrumentat qeveria. Nuk e di nga sa vegla kështu do përdorin ata nga 2-3. Po. Do i përdorin ata që të heqin varfërinë atyre shokëve tu. Po nuk mund ta heqin ata varfërinë. E ka thënë kryeministri tani mos më nxef mua. Çfarë them unë? Do ta heqin. Po nuk mund ta heqin Do dot. ta heqin. Po ta heqin bro. Nuk do ta heqin. Po jo, që do ta heqin, do ta heqin. Po nuk do ta heqin, kur do ta heqin? Ta heqin, Kur do ta heqin? varet nga populli që do ta heqin. Po kur do ta heqin? Do ta heqin më shumë kohësh. Pas 10 vjetësh tanë ata. Jo, mbas 10 vjetësh. 10 e shumë ta 15. Nuk e Do di. ta heqin apo s'do ta heqin? Për ta hequr, Do ta heqin. do ta Po heqin. s'do ta heqin. Po që do ta heqin, do ta heqin. Kur do ta heqin? Pas shumë kohësh. Nuk e di, ja ata janë Do vetë. ta heqin apo s'do ta heqin? Që s'do ta heqin, s'do ta heqin. Po kur do ta heqin? Mbas shumë kohësh. Pas sa? Pas 20-25 vjetësh, mos më shumë. A, 25? Pas shumë brezash. 20 nuk bëhet fjalë, mos më shumë. Do ta heqin. Do ta heqin po. S'do ta heqin apo do ta heqin? Do ta heqin populli vet. Sa vjeç jeti? 9. 9. Kur të 10, vesh 10. Kur të vesh 20 vjeç nuk do jesh më i varfër se të ka përdorur instrumentin tënd, ai pianon për shemb. Ti çfarë përdor ti? Violin. Do ta marri dhe violinën tënde. Ta ka bler mami? Po. Po, do ta mbledhi dhe atë instrumentin se do e përdori për varfërinë. Jeni dakord juve? Po. Të mos bëni më mësim, po të jepni instrumentat tuaj, që mos të jeni më të varfër ju. Për ju po e bën ai. Mirë? Po. Jeni dakord? Po. Jeni dakord? Po. Jeni dakord? Boom, boom.